Banorët e lagjes Kostruli në fshatin Rapës të Lushnjës janë të izoluar për shkak të autostradës që rrjedh vendin. Aksi rrugor nacional Lushnjë-Fier, ku janë vendosur barrierat të hekurta anësore, nuk i lejon të dalin normalisht nga banesat e tyre për të shkuar në qendër apo dhe për aktivitetin e tyre të përditshëm ekonomiko-social. Jemi mbledhur sot tu për të protestuar mbi rrugën e cila mungon, rrugën dytësore, ka qenë dikur përpara se të ishte autostrada, ndërsa sot nuk është më. Kemi gjithë fëmijët që janë të fshatit, të cilët duan të kalojnë, të shkojnë te shkolla që është pothuajse 1 kilometër e gjitha, detyrojnë që kalojnë në autostradë. Asnjëri nuk merr masa, kemi folur dhe me komunën dhe me bashkinë, asnjëri nuk do t'ia di, asnjëri nuk vjen të shikojnë. Është arsyeshme, nuk është logjike që të vriten njerëzit. Mirëni masa juve si qeveritar, si gazetar, na ndihmoni, ju lutem, ju lutem, ju lutemi. Banorët kërkojnë të gjendet një zgjidhje nga ana e shtetit, sepse ata nuk dërgojnë dot fëmijët në shkollë, as të dalin vetë, pasi janë të detyruar të kalojnë autostradën, çka ka sjell deri më tani vdekjen e 4 banorëve të fshatit. Ndihemi shumë të rrezikuar. Këtu në fshat ton kanë 4 veta, 2 djem nga Rabza, fshat, edhe një nip qej, 9 vjeç, në shkollë, edhe një kushuririn para 3 ditëve. Se ne s'kemi rrugë fare, jemi të izoluar si fshat. Quni im ka 2 vjetë ju vraja preu kem në shoferi, ja ku kam. Këtu e ka hekurin kem. E la dhe iku su gjent. Kemi mbledhur këtu. Rrugën duam. Të kalojnë fëmijët, të ikin shkollë, se rri me frikë në shtëpi. Jemi në hall të madh. Shkolla është kryesorja për fëmijët. Qendra shëndetësore këtej kemi ngelur si ai llafi si peshku pa ujë. Ata nuk do t'i çojnë fëmijët në shkollë.